modestisht ju kam futur në listën e njerëzve që praktikisht keni mbështetur, keni qenë një katalizator vlerësues për punën dhe performancën e SPAK. A besoni që me marrjen fund të epokës së Altin Dumanit diçka do të ndryshojë për SPAK-un? Falenderoj që e the, kam qenë nga të parë dhe vazhdoj të jem mbështetës si pa kushtëzuar i asaj strukture. Nuk mendoj që misioni i saj mbaron në zotin Dumani, unë mendoj që zoti Dumani ka bërë një punë goxha të mirë. A ka perfekcion? Nuk ka perfekcion. Aq më shumë në këtë fushë që është duke e njohur se unë jam i fushës, ka probleme, nuk është aq e thjeshtë. Por mendoj që të paktën në Republikën tonë është ndërtuar tashmë, është dëmtuar, tashmë ideja e pandëshkueshmërisë. Pra njerëzit nuk e kanë më atë bindjen që këtu nuk ndëshkohen zyrtarët e lartë. Kështu që unë mendoj që janë hedhë hapa shumë të rëndësishme dhe puna që është bërë është goxha e madhe. A ka vend për më mirë? Ka vend për më mirë. Personalisht do jem në mbështetje të tyre gjithmonë me aq sa të mundem modestisht. Zoti Lapaj, është çështje misioni apo është çështje emrash, meqense detyrimisht do duhet të diskutojmë dhe për emrat konkret që janë kandidatura? Të diskutueshme, polemizuese, disa prej tyre të tërhequr, disa me platforma. Çfarë më thoni për emrat? A e sigurojnë vijimsinë e këtij misioni të rëndësishëm? Kjo është si puna e trajnerëve në futboll. Sigurisht, si njëti trajner të ndryshëm me të njëjtin ekip mund të prodhojnë rezultate të ndryshme. Sigurisht që shumë i rëndësishëm individi, pa diskutim. Individi është ndaj bën zgjedhjet për kryeminist, për president, se individi e bën diferencën. Ligji që zbaton i njëjtë është. Çfarë përfaqësojnë kandidatët? A mund të thoni ide tuaja për kandidatët, nëse doni po i rikujtoj dhe po i rifreskoj për memorien tuaj dhe të publikut, Adan Xholi, Doloreza Musabelliu, Elvin Gokaj dhe Klodian Braho. Ja tek i kemi edhe në ekran për të asistuar edhe me portretet e tyre konkrete. Unë mendoj që do vazhdojnë dhe do të bëjnë një punë edhe më të mirë, sepse është shtruar rruga dhe prokurorët në fjalë, unë nuk i kam njohur nga afër, nuk më ka rastis të kem çështje me ta, por nga kolegët kam dëgjuar fjalët më të mira. Nëse do të detyrohem të kërkoj një bast publik për njërin prej tyre, do të akreditonit njërin më lartë se të tjerë, për shembull në kohën e zgjedhjes së Altin Dumanit, baste publike i kishte të pafundme dhe një pjesë e mirë e njerëzve nuk gabuan në orientim. U duk se kishte një lloj indicie sepse përflitej emri Dumanit atë botë. Sot a kemi një të tillë si potencial? Nuk do vija një bast të tillë. Ajo që mund të shpreh modestisht është që secilin prej tyre ne do ta mbështesim me aq sa kemi në dorë, duke thënë fjalën mbështetëse, duke i qëndruar në krah publikisht, me sa të mundemi do t'i mbështesim secilin prej tyre. Evangjeli, më thoni pak idenë tuaj për kandidaturat publike. Sot është afati i fundit dhe në mesnatën ndjenin time mbaron si afat zyrtar për dorëzimin e platformave. Ne ngatrohemi gjithmonë kur flasim për emrat të përveçëm, ndërkohë që duhet folur për parimet. Por kurioziteti, si gjithmonë, e konsideron shumë herë më interesante, edhe pse është e dëmshme, kur flitet për emrat. Unë kujtoj mirë votimin e 3 vjetëve më parë, në dhjetorin e vitit kaluar, votat u ndanë 5-4-1. Dhe rreshtimi që u bë i qartë në atë kohë, kishte të bënte me një kërkesë gati ultimative të ardhur në ambasadën e Shteteve të Bashkuara, jurikim ndodhej në sallën e bërë të votimit, me kalimin e kohës kanë dalë shumë olësi të tjera, të cilat nuk janë edhe shumë të bukura për t'u thënë në publik se si është bërë ky lobim, ndërkohë që nga majoranca ka pasur një lobim për kandidatin tjetër alternativ, kanë qenë së paku 4 emra të rëndësishëm socialistësh, të cilët pretendonin se kishin ndikim mbi 11% e antarëve të KLP-s që mund të zgjidhnin kandidatin e dytë që mori 4 vota, ndërkohë që në mënyrë surprizë njëri prej antarëve të KLP-s dha një votë të vetme, Sokol Stojani, dha një votë të vetme për një kandidat i cili sërish konkuron këtu, për shkak se e njoh mirë karrierën e dikurshme prej prokurorit të zotit Stojani. Evangjeli, si është tempizmi i kësaj loje në mizanskenë sot që flasim, sepse sigurisht që konjunkturalisht është e diskutueshme dhe sot. Por duke besuar te ky jurist i klasit të parë, dikur ka qenë drejtori i hetimit në prokurorinë e përgjithshme, praktikisht numri 2 i prokurorisë përgjithshme, po sipas arkitekturës së vjetër të sistemit. Duke ditur që ka qenë nga njerëzit
e kuotuar nga kolegët e tij me një integritet të pacënueshëm dhe profesionist i shkallës parë, unë i besoj votës së tij dhe i besoja votës së tij të dieshme për zotin Xholi. E para dhe e dyta, neve na bën shumë përshtypje parada e figurave politike që kalojnë dhe ka përdzejnë gardhin e Spakut. Në fakt, nëse do të bëhej një bilanc i asaj që ju e quani epoka e Dumanit, edhe me insistimin dhe frymëzimin e vetë zotit Dumani, suksesi kryesor i Spakut në këto 3 vjet ka qenë goditja kundër krimit të organizuar. Në mënyrë të jashtëzakonshme edhe pse shumë pak mediatike. Po thoni që kjo do të jetë gjurma e dukshme e epokës Dumani? Dhe përgjegjës direkt i këtij sektori është zoti Xholi. Ndërkohë që për zotin Dumani pasaj është tjetër gjë. Bie dakord. Mos po më thoni që Adnan Xholi është favorit kësaj radhe? Unë besoj se është favorit për shkak në kushte normale, për shkak të rezultateve që ka afruar, për shkak të besoj dhe mbështetjes së zotit Dumani, dhe për shkak se Shqipëria ka nevojë për disa ekuilibra të rinj. Ndonjëherë ka një hile në detajet e fjalës tuaj, sepse më thatë në kushte normale. Çfarë do të thotë në kushte normale? Sepse unë di që nën tavolinë ka përpjekje të edhshme për të zgjedhur dikë, nuk po i vejem. Përpjekje nga kush dhe për kë sigurisht do të pyes. Nga të gjitha palët, nga politika, majorancë dhe opozitë. Majorancë dhe opozitë. Se ka emër dhe opozita që ka favorit në këtë listë? Sa e citove, s'ka si... Majorancë dhe opozitë. Nga segmentet të caktuara, më dëgjojnë pra një sekundë. Tani, po flas tani. Po flasim për garën e re dhe për emrat e ri favorit. Po tentojnë të ndikojnë të gjithë në këtë proces. Teroja. Po një njeri tentonë, Lorenz, kryeministri tentonë... Ka instrumenta influence, po pyet zotë Sulën në të rast. Lejo të them që e di mirë. Pra, praktikisht do të Evangeli po thoni që në kushte normale do të ishte Xholi fitues, por majoranca me sa po kuptojnë nuk e ka këtë favorit. Jo, nuk po ju them këtë. Unë po ju them edhe një herë që ka ndikim të jashtëzakonshëm dhe përpjekje të edhshme. Kush ka më shumë ndikim? Absolutisht majoranca. Ka më shumë ndikim, ka më shumë mjete, ka më shumë mundësi, po themi praktikisht. Ka më shumë mundësi për sukses. Dhe mbi të gjitha ka më shumë nevojë për një spak Atëherë në dekodimin tim, majoranca nuk e pas ka Adnan Xholi favorit. Jo, e dekodoni gabim. Segmentet të caktuara të derisa thoni në kushte normale dhe çështje influencesh. Mos më ndërpritet, lutem. Ti numëroj me radhë. Segmentet të caktuara të biznesit, segmentet të caktuara të mediave. Unë kam bërë një paralajmërim para disa kohësh dhe kam përshtypjen se mund të ketë trembur disa duar të gjata, të cilat, le ta themin me metaforë, tentonin të hidhnin grusht e balde njëri kundër tjetrit. Kandidatëve derisa u kristalizua kjo katërshe. Prandaj dua një kandidat që do t'u lehtësonte punën këtyre duarve? Së paku njërin e di që nuk e ka bërë këtë gjë. Së paku njërin. Ka pasur ofertat të cilat janë hedhur në treg për këtë gjë. Dhe unë po ju them, në një vend kaq të vogël si Shqipëria, oferta në adresë të kujt dhe për çfarë? Roli i individit është i jashtëzakonshëm. Zoti Dumani, duke e mbajtur kryesisht mbi shpatullat e veta, arriti të realizojë diçka, që besoj se është gjysma e rrugës. Arriti të rrëzoj mitin e pandëshkueshmërisë, por është ende larg ai dhe trupa e tij, për aq sa i takon prokurorisë në raport me sistemin, të vendit së drejtësisë në Shqipëri. Nuk më thatë, ofertat në adresë të kujt dhe për çfarë ka shkuar? Zonjë, do të shihemi sërish në Tryezë dhe do të flasim. Para për Spakun. Besoj se do të jeni i gatshëm ta ndani edhe me ne ofertën. Zoti Zogaj, kush është për ju kandidatur favorit? Shumë herë më tepër se parat. Unë kam vështirë. Pushteti është njëra prej këtyre kartave, apo jo Atletik? Zoti Evangeli, kur vendosit ma e thoni ofertën, unë do t'ua kaloj fjalën. Tani do dëgjoj zotin Zogaj. Unë kam vështirë të them kush është kandidatur favoriti, por emrat që u përmendin këtu janë emra serioz. Edhe emrat që kotohen më shumë edhe Lorenzi, edhe nga njerëz të tjerë, do ketë një ndikim, mendoj unë, pozitiv, edhe vetë roli zotit Dumani. E është një vot, por sigurisht që duke pas drejtuar për... Nuk është vot fare, është KLP-ja. Dy besoj unë, atër në qofë se doni. Dy janë kandidatët, zoti Xholi dhe zoti Braho. Pra, me kësaj dyshe e bëhet beteja, Xholi dhe Braho. Me kësaj dyshe e do të... Ti dhe ti e di, Adriatik, kjo është e vërtet. Zoti Dumani ka qenë... Ju lutem, me radhë. Zoti Dumani ishte i predestinuar zgjidhej para 3 vjetësh
sepse falë dhe karrierës tij si një prokuror model dhe mbështetës së drejt për drejt që mori nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që aty e mbaj mend. Mbështetje që zoti Zogaj, besoj kam të drejtë ua bëj këtë pyetje, nuk duket në horizont këtë herë. Jo, prit, po vi, nuk duket në ato forma, sepse në atë periudhë SBA u detyruan ndërhyjnë sepse kishin konstatuar se po i fut ato durë të gjata politika, sidomos nga krahu i qeverisë dhe kryeministit. Dhe prania e tyre, përmes ambasadoreshës, që ishte me direktivë të drejt për drejt nga Departamenti i Shtetit, në mbledhje, në shkelje të disa rregullave të sjelljes diplomatike, tregonte shqetësimin e madh të Shtetet Bashkuara të Amerikës për drejtimin e SPAK-ut. Zoti Zogaj, sot janë indiferent dhe të painteresuar, sepse zoti Evangjeli vazhdon të thotë që ka palë të interesuara, ku përfshin mazhorancë, opozitë dhe grupe interesi, që i kanë duar të zgjatura ende në proces. Jam i sigurt që zjen rreth e përqark, domethënë kësaj ngjarje, domethënë është një karrusel i klasës politike plurale solidare, i kasës politike plurale solidare që pret me padurim që, me thënë, SPAK-u tifusu irakis, si që themi në atë formën popullore, ose për më shumë se ka që edhe për ta kastruar SPAK-u. Unë mendoj që kjo nuk do ndodhë. Ku është garancia, zoti Zogaj, që nuk do të ndodhë? Këtë 8 muaj që është arrestuar as zyrtar, që nga veliaj. Ka një garanci, thotë zoti Zogaj, të Jo, dëgjojmë. fakt. Cila është garancia sipas jush që kjo nuk do të ndodhë? Garancia, sepse ne, kur diskutojmë për këtë temë, duhet kuptojmë një gjë që drejtuesi i SPAK-ut fakt është një prokuror si gjithë tjerë. SPAK-u është i ndërtuar në atë formë që të gjithë prokurorët janë të barabartë. Mirë, ka një roli më shumë menaxherial, duke qenë se të tjerët kanë movetësi dhe pavarësi, po kjo nuk jeq përgjegjësinë dhe fytyrën që SPAK-u do të marrë nga drejtuesi, siç e kishte nga zoti Dumani. Dakor, rasti i Dumanit për shkak të emrit që ka pas protagonizmit ka spikat. Por unë jam i sigurt se ai që vjen pas Dumanit do më njëherë do spikas, sepse vetë Dumani do jetë njëherë në SPAK, se të mos kujtoj kush se po iken Dumani dhe s'është do jetë aty. Ai ka vendos një kohë në këto 3 vjet, me gjithë vretit që mund t'i bëhen, drejtimi i SPAK-ut prej tij, jo vetëm i tij, ka vendosur një kohë që ai që vjen duhet minimalisht të ruaj kohën, ose të shkojë më tej. Dhe të fundit që do thosha, ka të bëjë mos harrojmë një gjë që i pari zyrtar nga Shqipëria, që u prit zyrtarisht në një institucion zyrtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konkretisht Departamentin e Shtetit, ishte kryetari i SPAK-ut. Nuk u prit siç thon këto kasandët e fallgjorët që për t'i tërheq veshin, u prit sepse ishte në kryedetyrës, nuk bëhej fjalë që ai do zëvendësoj, por për të dhënë një mesazh. Se ju e dini që këtu u ridikualizuar. Po, për të dhënë një mesazh që u bë publike, që lufta kundër krimit organizuar, bandave kriminale, grupeve trafikut të drogës, të heroinës, ka marrë përparësi. Ndërkohë që e mbylla, lufta kundër korrupsionit është një luftë që vazhdon, do të thënë, është detyra permanente, s'ka nevojë për prioritet. Është detyra që ka. Po flasim për dominancën edhe për rezultatet. Shumë shkurt zoti Evangjeli se dua dhe favoritin e zotit Sulej. Ajo që thatë ju për misionin e SPAK-ut. Me mision. Dhe me emrin që unë ju përbëj. Duket se po paragjykoni se mos jam dhe unë për SPAK-ut. Unë mendoj që emri që thatë pikërisht për të arsye, sepse era që fryn nga Washingtoni në drejtim të luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Evangjeli, do të thotë që erë që fryen nga Washingtoni ka ende. Ju do të keni emër favorit? Të japim mirë, do të themi një lajm. Nëse Washingtoni ka ndikim, në djenin tonë, kisha parasysh kodën e tij, se di që SPAK-u më fal.